Banorja e Big Brother VIP 4, Egli Tako u largua nga shtëpia më e famshme në Shqipëri për shkaqe shëndetësore. Ditën e djeshme në Big Brother VIP Fan Club u transmetua një video e gjestit, i cili fliste në dhomën e rrëfimit pas largimit të Egli Takos. Nuk po më hiqet prej mendje puna me Eglin. Ndihem fajtor. Unë nuk e kam detyruar. Jam duke u konsideruar njeriu më i poshtër këtu brenda, që çfarë si kam bërë asaj vajze. Po dalë si kur e kam dhunuar vajzën, i kam bërë ndonjë gjë të keqe. Nuk e di as çfarë i kam bërë more vëlla. Nuk është që i kam bërë diçka të rëndë. Gjëra prej inatit nuk i kam bërë. Po më paragjykojnë të gjithë mua. Jam dhunues apo çfarë jam? Ndoshta kjo që jam afruar, jam larguar. Kam dashur ta lë të lirë se u bë boll, kur e shija keq i afrohesha. Kështu nuk bëhet, më mirë të thuash të vërtetën, tha gjesti. Por pyetjet më të shpeshta tashmë kanë qenë lidhur me Egli Takon dhe faktin se si është gjendja e saj shëndetësore. Kryefjala.com ka siguruar një foto të Eglit me mikeshen e saj në palas në Beach Bar Ski Sport. Duket se Egli ka zgjedhur jugun e Shqipërisë për t'u shkëputur nga zhurma.